parim, janë shumë për ty për mu. Këti jep ma shumë. Për janë dhuratat, unë jam se... Cila është dhurata ma e mira që ke marrë ndonjëherë ose ma e shtrejta ndoshta? Se po të gucim tash pak... Po më intereson, a ka ndodhur ndonjëherë gratë me të dhënë dhuratë? Vallaj po. Po, pasha zërë. Kur o koni knasni me burë, që s'ja ka prish fort burri, që e kanë qumë mirë, e kanë pas mirazi familjare. Burri ta prish gjithë, pak me gjeni pak Që ka shku me gu mirë, kush ka thirma? Cila është dhurata ndoshta më e shtrenjta që ke marrë ose më interesanta ose që... Që për mu dhurata më e forta, më e mira. Këto e dim, është me bashku. Okej. Ani mos ja i përna se është shumë personale. Më e madhja, që është kur i bashkoj dy qifte. Këto e dim. Rehatia. Rehatia një edhe fëmija dy. Kur më dhonë dajmin, që nusja është atë zonë, unë e kam dhuratë më të madhe. Sigurisht edhe është. Dashta me undërgjit. Po shpejt mos të janë shkalojmë edhe e beratin e Gjelalin që kemi lidhë direkte. Shumë faktike që sa i përket çështjes kur u përmend